Kemi dëgjuar për teknika të ndryshme dhe emërtime të ndryshme, si për shembull French nose, Barbie nose, ku ndryshojnë këta nga njëra tjetra? Teknika për të kryer rinoplastikën janë të shumta. Madje çdo kirurg ka një teknikë të personalizuar për çdo pacient, sepse kuptohet problematikat e hundës janë të ndryshme për secilin pacient. Nuk po dua të ndalem te teknikë e hapur dhe e mbyllur, sepse ky është vetëm hapi i parë i kirurgjisë, pra çfarë qasje kërkon të ketë kirurgu, don të bëj qarje brenda në hundë apo jashtë hundës. Pastaj pjesa tjetër është e gjitha një teknikë e personalizuar për secilin pacient. Sepse në momentin që ne vendosim të bëjmë një rinoplastik, pra të kryejmë një ndryshim estetik të hundës, sigurisht që pacienti shihet në kompleks. Shikohet projeksioni i mjekrës, forma e nofullës, këndi që ka hunda me ballin, me buzën, pra për secilin pacient është një teknikë e personalizuar. Madje tashmë mund të them që duke qenë se edhe turizmi mjekësor është në lulëzim edhe në Shqipëri, ne na duhet të operojmë ndonjëherë edhe etni të tjera, sepse hunda është organ etnik. Dhe përveç pacientëve që kanë origjinë europiane dhe kryesisht kërkojnë reduction rhinoplasty, kur them reduction do të thotë që zvoglim të hundës, zvoglim të kurrizit të hundës, sepse kryesisht këto janë problemet që kanë. Në një racë apo në një pacient me origjinë aziatike apo afro-jugore, ato kanë augmentation rhinoplasty, pra do të thotë një shtim të volumit të kurrizit të hundës, dhe ju e dini që aziatikët kanë atë bazën e gjerë të hundës me vrima të mëdha, kërkojnë zvoglim të saj. Kështu që teknikat janë në varësi të problematikës së pacientit. Por, me që më përmendët ato terma, duke qenë se këto teknika janë shumë mjekësore dhe pacientët nuk kanë njohuri mjekësore, pra nuk mund të flasin me terma teknikash, ne kemi vendosur këto emra. Barbie nose, French nose, businesswoman nose, Ken nose për meshkujt, në mënyrë të tillë që neve të kuptojmë pak a shumë dëshirën e pacientit, çfarë modeli hunde kërkon, dhe të jetë komunikim më i lehtë midis mjekut dhe pacientit. Sigurisht nuk ka asgjë të keqe të bësh një Barbie nose, sepse, siç e thash, në varësi të konstruktit të tipareve të fytyrës vendoset edhe tipi i hundës që pacienti kërkon.